Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit gusht edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Këtë video mund ta ndjekin dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose anën të shenja e Virgjëreshës. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë jemi te energjia e shenjave të ujit, dhe këtu kemi 4 energji. Energjia e shenjës së Demit, Akrepit, Luanit dhe Virgjëreshës. Atëherë do shohim energjinë që erdhi, shoh një energji shumë të bukur, ju shoh shumë mirë, shumë të gëzuar, shumë të lumtur. Ndoshta për një pjesë prej jush në lidhje me një person që jeni në njohje ose në lidhje. Mund të mblidheni edhe me familjen tuaj, mund të jetë një periudhë që ju bëni pushime dhe vërtet shoh një tësim këtu, shoh lajme të mira, por dhe një çlirim shpirtëror. Dhe në mesin e javës, nuk e di, por përqendroheni aq shumë në një lloj trishtimi sa nuk shikoni mundësitë që keni këtu. Edhe pse e filloni javën shumë mirë, në mesin e javës hyni në një energji që ndoshta ju përqendroni te diçka që vërtet ju trishton, por një dorë nga universi ju thot: ja ku e keni një ofertë dashurie, ja ku e keni një ofertë pune, dilni nga ky trishtim, kurse një pjesë prej jush mund të refuzoj një njohje që mund ta bëj gjatë verës, që mund ta bëj, ju shkoni me pushime aty, një person afrohet, por ju jeni përqendruar kaq shumë te gjërat tuaja, te ky gëzim që po kaloni, sa që nuk e shihni këtë mundësi ose e refuzoni një mundësi. Por fati do t'ju ndihmojë t'i çoni gjërat para në lidhje me një dashuri, ndërsa për pjesën tjetër në lidhje me familjen, me fëmijët tuaj, por jeni përqendruar kaq shumë aty sa nuk shikoni dhe gjëra të tjera që ju rrethojnë, që të mira që vijnë tek ju. Dhe në lidhje me punën, mund t'ju vi një ofertë pune, një ofertë në lidhje me një bashkëpunim, me një partneritet, po ju jeni përqendruar te pushimet dhe sigur nuk e vini re ose edhe mund ta refuzoni një ofertë pune që mund t'ju vi. Gjithsesi unë shoh që fati ju ndihmon për t'i çuar gjërat para në lidhje me gjithçka, për të çuar para një njohje, një lidhje, marrëdhëniet tuaja, në lidhje me fëmijët, me familjen tuaj, ose edhe në lidhje me anën ekonomike, por edhe në lidhje me punën tuaj. Dhe vazhdojmë në javën e dytë. Atëherë në javën e dytë shoh erdhi një energji e shenjave të ujit, të ajrit dhe të ajrit. Ju shoh që do mblidheni me një grup njerëzish, aty do njihni një person, është një person që do të rriqet shumë nga ju, por shoh që do keni kundërshime mendimesh me këtë person. Dhe do ndiheni pak të zhgënjur, sepse vetë personi do afrohet tek ju, është një person që ju mund të dilni për të pirë diçka ose jeni duke festuar në pushimet që jeni, dhe aty shoh që një person do të rriqet. Ju keni kundërshime mendimesh me këtë person dhe do ndiheni shumë të zhgënjur, sepse shoh që ky person edhe pse të rriqet, ju do keni kundërshime mendimesh. Dhe shoh një zhgënjim që do merrni në lidhje me një person, mund të jetë një person i shoqërisë tuaj. Në rastin tjetër, shoh që do kaloni shumë mirë, mund të jeni me pushime në fillimin e javës së dytë, do ndiheni shumë mirë, por aty do lindin disa tensione, ose ju mund të keni disa situata pak të vështira, tensione, stres, në lidhje me persona të tjerë, jo vetëm ju, dhe aty sikur do zhgënjeheni me këto tensione që do lindin gjatë një feste. Mund të jeni edhe me shoqërinë tuaj, mund të jeni me familjen, në çfarë do lloj ambienti që të jeni, thjesht duhet keni kujdes në lidhje me disa tensione sepse shoh një zhgënjim këtu. Ndërsa në lidhje me punën tuaj dhe nga ana ekonomike, shoh që do keni ide të reja. Në fillim të javës ju mbështet shoqëria, por në mesin e javës ose kolegët tuaja, në mesin e javës shoh që aty do keni kundërshime mendimesh në lidhje me idetë që do keni, por gjithsesi ju do t'i lini të largohen dhe do vazhdoni me idetë që ju keni. Por edhe pse largoheni, ju shoh përsëri që
do ndjeni pak të zhgënjur, do ndjeni të mërzitur, mund të ndjeni pak të lënduar në lidhje me një situatë ose me një situatë tensionesh që do krijohet te vendi punës. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë në javën e tretë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të gjitha shenjat e horoskopit dhe energjitë të shenjave të shenjës së demit. Gjithsesi shoh rikthimin e një personi nga e kaluara, ose ju do njihni një person që është shpirti juaj binjak gjatë fillimit të javës së tretë. Mund të jetë një person nga e kaluara që e keni njohur në fëmijëri. Në rastin tjetër mund të jetë edhe një person që ju e njihni gjatë verës dhe ndjeni që ky person është vërtet shpirti juaj binjak. Për pjesën tjetër do të ketë rikthime të çështjeve dhe situatave nga e kaluara. Ndërsa për disa të tjerë shoh që do të jepni një mbështetje shumë të fortë fëmijëve tuaj gjatë kësaj periudhe, ju ndoshta do tregoni shumë nostalgjik në lidhje me fëmijët, me fëmijërinë tuaj, dhe është një fillim jave shumë i bukur për ju. Dhe në mesin e javës shoh që ju do harini, keni manifestuar për të realizuar diçka dhe kjo ka lidhje në lidhje me një person nga e kaluara që ju e keni qenë në një njohje, ose është person që keni njohur në fëmijëri, ose në rastin tjetër është shpirti juaj binjak dhe ju i keni të gjitha mundësitë në lidhje me këtë person për të realizuar gjërat që dëshironi. Ose edhe në lidhje me çështje dhe situata që kanë lidhje me nga e kaluara. Mund të jenë çështje dhe situata që kanë lidhje me anën ekonomike, në lidhje me negociata të ndryshme, ose në lidhje me kontrata, me ndjenjat tuaja për një pjesë tjetër. Dhe fundi i javës shoh që do jeni duke analizuar çdo situatë, do jeni duke studiuar situatat si në lidhje me një dashuri, me një shpirt binjak, ose me një person nga e kaluara që mund të jetë një person nga fëmijëria juaj, por edhe në lidhje me anën ekonomike, domethënë ju do harini të dëgjoni intuitën tuaj për t'i dhënë zgjidhje, sepse i keni të gjitha mundësitë, çfarë do lloj situate që ju keni. Dhe këtu flasim thamë si në lidhje me dashurinë, me punën, me studimet tuaja, në lidhje me shëndetin për një pjesë tjetër, por dhe me dokumentat të ndryshme, se nuk i përmendëm, por edhe në lidhje me emocionet, me anën ekonomike, me kontrata, me negociata të ndryshme. Dhe shoh që do pranoni gjithçka me mençuri. Por ndërkohë keni hequr dorë nga gjërat që keni besuar deri në këto momente dhe unë shoh që do fusni besimet e reja, ose ju do keni mendime të reja në lidhje me diçka. Ju shoh që do jeni dhe shumë sekret gjatë fundit të javës tretë. Është një javë fantastike. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë në javën e katërt kemi të bëjmë përsëri me energjinë e shenjës së Demit, Akrepit, Virgjëreshës dhe Luanit. Jemi përsëri te njëjta energji, jemi te si te rrota e fatit, jemi me një cikël, mbyllni një cikël, energjitë shenjave të zjarrit, energjitë shenjave të ujit. Atëherë ju shoh që këtu është edhe energjia juaj këtu. Gjithsesi unë shoh që mbyllni cikle të vështira, çliroheni nga situata të vështira që keni kaluar në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe shoh që ju pret një cikël i ri i lumtur. Ju jeni në një vindarse. Në fakt, dielli do hyjë në shenjën tuaj për një muaj, dhe këtu jemi në javën e katërt, dhe ju e mbyllni këtë cikël të vështirë, dhe shoh që aty fillon një cikël i ri për ju, por që do t'ju sjellë lumturi. Dhe nuk flasim se lumturia vjen brenda një dite, por gjërat do ndryshojnë për mirë, duke mbyllur gjithçka në lidhje me të kaluarën tuaj. Në lidhje me një dashuri, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ju dëshironi të hidhni hapa para, ndoshta të futeni në një njohje të re, mund të mbyllni një cikël të vështirë në lidhje me punën, me familjen, me fëmijët. Gjithsesi ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja, jeni në një pozicion mbretëror në lidhje me këto fillime që doni të bëni, ju shoh me shumë pasion, dhe i vendosni qëllime vetes. Për të filluar, për të hyrë në një njohje të re, për të pasur një dashuri, për të pasur kontrata gjatë kësaj periudhe, ju shoh do jeni shumë pasionant gjatë mesit të javës,
Por kjo ka lidhje me kontrata të ndryshme, mund të jenë kontrata në punë, kontrata studimore, kontrata pune jashtë shtetit. Por është diçka që keni bërë shumë durim dhe shoh që në fund të javës ky durim do t'ju shpërblehet, sepse shoh që do t'regojeni më pozitiv, ju do mendoni çfarë vërtet dëshironi, do mendoni rreth qëllimeve tuaja, edhe pse gjërat mund të kenë qenë jo ashtu si ju keni dashur, unë shoh që ju e mbyllni këtë cikël të vështirë dhe shoh që gjërat do vinë më pozitive te ju. Është një muaj fantastik, ju shoh të gëzuar, të lumtur në familje me pushime. Fati do t'ju ndihmoj në lidhje me gjithçka. Duhet keni kujdes në lidhje me disa tensione ose kundërshime mendimesh që do krijohen, sepse mund të ndiheni, jo mund, po do ndiheni të zhgënjur në javën e dytë, kurse java e tretë është fantastike, një dashuri, një shpirt binjak, një person nga e kaluara, një realizim. Ju do dëgjoni intuitën tuaj, do jeni shumë sekret, por do analizoni gjithçka në lidhje me këtë person, duke mbyllur një cikël të vështirë, duke filluar një cikël të ri. Dhe me qëllimin veten tuaj, por dhe me rezultate të durimit që ju keni bërë në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Dhe unë do marrë dhe një mesazh nga angjëjt dhe të shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëhere jemi përsëri te energjia e zjarit, jemi si karta të mbreti i shkopinjve dhe ju thot një mundësi do t'ju vi gjatë kësaj periudhe, po është një mundësi që ju vërtet ju intereson. Mund të jetë një mundësi në lidhje me dashurinë, një mundësi në lidhje me punën, një ofertë domethënë, në lidhje me punën nga ana ekonomike, një ofertë ose një mundësi me kontrata të ndryshme, bashkëpunime, marrëveshje të ndryshme që do keni, por do të jepni zgjidhje dhe karrierës tuaj. Ndryshimet po vinë në jetën tuaj nga ky moment edhe në vazhdim. Dhe ky moment quhet nga momenti që ju mbyllni këtë cikël të vështirë dhe hyni në energjinë tuaj, dielli do hyjë në shenjën tuaj. Dhe ju hyni në muajin tuaj dhe aty shoh që jeta juaj do ndryshojë nga ky moment dhe në vazhdim. Është një mesazh fantastik edhe në lidhje me ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe videot me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, ftoj edhe një herë të gjithë ndjekësit të këtij kanali tanë për të bërë abonimin e tyre në këtë kanal. Ju uroj muaj të mbar, një mbazitje të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj video.